Përshëndetje të gjithëve. Sot në Pasion Kuzhine do ju sjell një nga recetat më të dashura dhe tradicionale të Shqipërisë së Mesme. Është tavkosi me mish qengji, e njohur ndryshe si tava e Elbasanit. Një pjatë me histori e trashëguar brez pas brezi që sill në tryezë shijen autentike shqiptare. Filloj me përgatitjen. Si e shikoni, këtu ka mish qengji. I shtojmë pak krip, e mbuloj me ujë dhe do ta vendosim në zjarr të ziej për 20-30 minuta. Zjerja gjithmonë varet nga mishi, por edhe nga tenxheria në të cilën e zieni. E shikoni, mishi nuk ka zier plotësisht. Në këtë moment i shtojmë 2 deri në 3 lugë të gjellës me oriz. Megjithatë nuk është gabim nëse do e shtoni sasinë e orizit ose ta paksoni. Kjo varet nga preferencat e familjes suaj. Unë do ta ziej orizin për 20-30 minuta derisa ta ikoset. I shtojmë edhe një lugë të çajit me krip dhe i kemi gati. Në një tas thyejmë 5 vezë. Shikoj shumë komente, jo kështu është mirë, jo kështu është gabim. Çdo anvis gatuan ashtu si ja pëlqen familja e vet. Dhe normalisht ashtu duhet të gatuaj. Shtojmë 30 ml vaj ulliri, pasi mishi i qengjit është shumë i dhjamur, ndaj nuk ka nevojë për shumë i ndyrë. Këtë radhë unë do veproj ndryshe. Më parë unë i shtoja një lugë me miell, por e kam provuar duke i shtuar gjysmën miell, gjysmën niseshte del edhe më e mirë. Busha një lugë të çajit me miell dhe një lugë të çajit me niseshte. Pak nga pak fillojmë të shtojmë 1 litër me kos. Unë kosin e kam nxjerrë nga frigoriferi një natë më parë që të bëhet pak i thartë. I shtojmë edhe pak fare krip, pak piper të zi dhe kemi gati. E kemi gati. Bashkojmë të gjithë përbërësit në një tavë alumini. Shtoj mishin e qengjit bashkë me orizin. Në familjen time e pëlqejnë pak të thartë. Kur unë kosin e kam të ëmbël, ka pasur raste që i kam shtuar edhe lëng limoni. E di që do vërshojnë komentet, por këto janë shijet në familjen time. Shtojmë salsën e kosit, e përgatitur me vezë, e përziej mirë dhe pa i shtuar asnjë gjë tjetër, do ta vendosim në furr për 30-40 minuta, kur ta shikoni që të ketë marrë atë koren e kuqe. E vendosim në furr. Dhe ja si duket tava e kosit e sapo pjekur, kundërmon aromë shumë e mirë dhe sigurisht që është shumë e shijshme. Faleminderit që ishit me mua edhe sot në këtë udhëtim të shijshëm drejt traditës shqiptare. Tavkosi me mish qengji, siç është gatuar prej brezash në zemër të Elbasanit, një recetë që nuk plaket kurrë. Nëse kjo pjatë ju ngjall kujtime apo ju dha frymëzim, mos harroni ta ndani me të dashurit tuaj. Lini një koment apo kujtim, apo thjesht përshëndetje. Deri në videon tjetër, me dashuri nga Pasion Kuzhine.